Gruri është një ndër kulturat që mbillet masivisht në fushën e Maliqit. Për të pasur rendiment të lartë prodhimi, Drejtoria e Bujqësisë në këtë bashki ka një bashkëpunim me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Blegtorale në Lushnjë për shkëmbim eksperience e për të përzgjedhur farat e grurit që i përshtaten zonës dhe japin cilësi e prodhim të bollshëm. Kemi bashkëpunim të mirë dhe me QTB-n e Lushnjës. Edhe këtu janë specialistë që kanë eksperiencën e viteve të para 90-s në Institutin e Grurit, prodhimin e varieteteve të grurit, varietete shumë cilësore, që jep një rendiment lartë dhe i përshtatet që në kushteve klimatike të kësore. Ajo që mbetet detyra tonë e specialistëve dhe e këtyre qendrave kërkimore shkencore, është që këto të vijnë në prova eksperimentale për të zgjedhur hibridet më të mirë dhe për të rekomanduar fermerëve. Nuk duhet nisën në mënyrë rastësore. Për të mbjellë duhet të konsultohen me specialistë, me qendra kërkimore shkencore për të jepur në fushë të gjerë për të mbjellë në prodhim. Ndryshimet klimatike të viteve të fundit kanë bërë që vera të jetë më e nxehtë e për të shmangur problematika në këtë kulturë bujqësore, këshillohet përzgjedhja e kultivarëve me pjekje më të ershme, në mënyrë që të mos ndikohen nga temperaturat e larta të verës dhe prodhimi të jetë në standardin e kërkuar në treg. Në Maliq, kjo kulturë mbillet masivisht, ndërsa fshatrat ku prodhohet sasia më e madhe janë Pojani, Pirgu, Zvirina, Sheqera si e të tjerë.